dashur Allah, lutem që të më mbushish jetën time, të fëmijëve mi dhe familjes time me shëndet, paqe, begati të pakufishme, me dritë në zemër dhe qetësi në shpirt. Qoftë çdo hap që bëjmë ne këtë vit të jetë i udhëzuar nga ty, o Allah, dhe çdo vendim i ynë të jetë përmirësues për ne, për familjen tonë dhe për ata që i duam. O Allah, forcoje besimin tonë, na mbush zemrën tonë me shpresë, gëzim dhe dashuri, dhe largo çdo barë të rëndë që mund të na rëndoj shpirtërisht. Të lutem, o Allah, që çdo ditë i vitit 2026 të na sjellë bekime të reja, mundësi të mira dhe sukses në çdo aspekt të jetës. Në emrin e Allahut unë shpall se Allahu na i bekon këtë vit për ne me mëshirë dhe mirësi të tij. Rruga jonë do të mbushet me bereqet dhe shpërblime të shumta. Lutem që Allahu të vendos emrin tonë në zemrat e atyre që do të jenë ndihmës të fatit tonë, për të rikthyer atë që kemi humbur dhe për të na dhënë atë që është destinuar për ne. Allahu e bëf vitin 2026 vit suksesi, begatie dhe shpërblimi nga ai. O Allah, udhëzoj të gjithë që e dëgjojnë këtë lutje drejt së mirës, lejo që zemrat tona të jenë të pastërta dhe shpirtrat tanë të lidhur me ty. Amin o Zoti i gjithësisë. Amin.